Top Albania Radio, she's on air. Dhe ja kur jemi rikthyer sërish në këtë pjesë me të gocat tona Salionin, se njësa kështu do të vazhdojmë me këto mbyryet. Kemi në lidhje Skype një të ftuar shumë speciale që ne mezi po presim ta krijojmë lidhjen me të. Ajo është Roela. Roela na dëgjon? Po, përshëndetje. Përshëndetje Roela. Jam shumë e lodhur se është mëngjes këthe akoma. Është mëngjes ande akoma. Si po shkon Shtazania? Na trego pak më shumë për këtë lajmin e mrekullueshëm që keni marrë. Me thënë të drejtën e kam pak më të lehtë se që kisha Shtazaninë e parë, por kam lodhje më shumë. E nuk e di, domethënë s'kam fuqi për asgjë, vetëm dua regjim. Në cilin muaj je njëherë? Na trego pak. Jam në muajin e 4. Në muajin e 4 e pas ke kaluar atë 3 mujorin e vështirë. Hajde mbare mirë Roela, mbare mirë, sa më lehtë edhe bebi art sa më i shëndetshëm. Na trego pak gjithmonë ti sa herë je Shtazan, hikën arratisësh nga Shqipëria. Ç'është kjo punë me ty? Ju premtoj që do bëj pauzë për shumë vite tani. Tani si e përballon ti këtë momentet jashtë Shqipërisë, larg bashkëshortit, Shtazania të vetën, na trego pak. Shiko, ajo ditë që Shtazania ndodhi kur kam qenë andej në Shkup dhe ndejta aty për 2-3 muaj. Më fal? Po të dëgjojmë. Tu jemi. Okay. Edhe ndejta aty për 2-3 muaj me gocën, sa të kalova dhe ato fazat e parë të Shtazanisë, të u ktheva këtu me vajzën. Është vështirë do them fundi i Shtazanisë. Tani e kam pa kollaj, ndihmën më të madhe që kam është mami këtu, prandaj dhe u riktheva këtu sepse më ndihmon shumë me vajzën në këtë fazë që jam unë, sikur kam 2 beba që tani, edhe është vështirë vërtet. Kur e kam marrë vesh për Shtazaninë, në fakt ishte shok shumë i madh për mua, edhe për Vedatin. Vedati ishte i lumtur, i gëzuar, unë isha si ajo nëna që thëja, o bobo si Ela, si doja dal, çfarë do bëj, edhe me thënë të drejtën kam bërë ja 3 testë Shtazanie, kam shkuar te doktori për konfirmim, nuk i besoj akoma. Jo, ishte nuk e di domethënë. Po si Ela ku është tani? Është aty afër teje apo është në gjumë akoma? Në gjumë, domethënë sa u zgjua se ma dha sinjali i kamerës, po sa u zgjua. Roela, ju keni një vajzë, tani me dëshirën tënde, një vajzë apo një djalë? Them një djalë sepse djalë do jetë për mua 100%. Edhe për Sielën, patjetër. Edhe për Sielën, po Siela ju ta shikoni për pak ka një personalitet të paparë, do i raf gjithë çunat e lagjes. Roela, a të mungon shtëpia? Patjetër që po. Po Vedati? Unë jam në një fazë që ta them pak si kështu, nuk kam shtëpi, e kupton, sepse pak jam këtej, pak jam andej dhe nuk është stabiliteti që akoma kërkojmë. Vedati më mungon në çdo sekond. Unë para një jave, nuk e di a e keni parë hipa avionin, shkova vetëm për 6 ditë. Se ishin ato emocionet e Shtazanisë, isha 2 muaj larg këtij dhe duhet të shkoja pak të takoja burrin. Po pse vendose ta kaloje Shtazaninë në Amerikë? Si them fal? Pse vendose ta kaloje Shtazaninë në Amerikë? Sepse kam ndihmën e mamit. Është vështirë që unë të jem aty me Sielën dhe Shtazan dhe të ngre pesha dhe shumë gjëra që domethënë mami më ndihmon jashtëmase me vajzën. Nuk të ndihmonte mjaftueshëm Vedati, Roela? Si them fal? Nuk të ndihmonte mjaftueshëm Vedati? Po tani ju Vedati e dini pak a shumë si është dhe ai është gjatë gjithë kohës në punët e veta dhe sidomos gjatë ditës nuk mund të më ndihmoj dot siç unë kam nevojë. Unë kurioze jam të di, a është në dieni Vedati që ne po bëjmë të intervistën me ty sot? Është mos ishte pastaj. Ishte problem. Lajmëron domethënë i tregon çdo gjë. Po patjetër. Është buri im, është babai i fëmijëve të mi tani, e o dihet, është reciproke. Tani na trego pak Vedati si e ka pritur Shtazaninë. Jo e dini, I swear, unë do e them gjëra troç, e ka pritur jo me më shumë gëzim se unë, po ishte i lumtur kështu edhe unë isha në merak. Edhe ai ishte thjesht i lumtur. Është një fëmijë tjetër, nuk kanë pak punë, se kupton. A do ta mbyllësh ciklin me kaq apo ke dëshirë të bësh edhe fëmijë të tjerë? Shiko, është gjë e bukur që po i bëj njëri pas tjetrit, është shumë gjë e bukur se kjo është faza ime që unë tani po krijoj familje. Ama nuk mund të them do bëj stop ose jo, asaj gjëje Zoti e di, siç e di ti kësaj radhe, po mendoj
do bëj pauzë për pak kohë, më duhet që tani të merrem edhe pak me fëmijët. Unë fillimisht doja të përgëzoja për atë glow shkëlqimi që ti e ke në fytyrë në fakt, rezulton shumë bukur, patjetër. Edhe patjetër do doja të dija edhe pak në krahasim me shtatzanit, duke qenë që është shtatzania e dytë. Deri më tani, a është e vërtetë dhe për ty që shtatzania e dytë është më e lodhshme apo janë në një balancë deri më tani? Në krahasim me shumë e vërtetë. Unë kur e kujtoj me Sielën, domethënë isha bëja emisione, kam kërcyer në përdasma, ngjitja shkallën, ka të tëjtë, domethënë isha shumë aktive. Edhe me këtë jam e lodhur vërtet, jam e lodhur, po për faktin sepse trupi im e kupton nuk pati kohë që të kthehet në ajo Roela e fuqishme dhe më ra ngarkesa me një herë dhe energjia ime nuk është siç duhet. Nuk e di, ndoshta është djalë thonë se është thjesht më lodhur. Prandaj, doja të dili aty duke qenë që ti e do djalë patjetër, qofti ti o më ndoshta. Me gjithë të përkushtim që ti jep për familjen, për fëmijët, edhe gjithashtu edhe për faktin që na përmendë pak më parë që Vedati ishte shumë i lumtur për këtë shtatzani. A të ka bërë një surprizë meqense ti po i sjell në jetë një fëmijë tjetër apo vazhdon ai ashtu qetë? Akoma jo, po bjerrini ju në telefon të thoj pak. Në fakt, faktikisht. Ne jo vetëm që i kemi rënë në telefon, Roela. Edhe na u përgjigj. Na është përgjigje aq pozitivista që tha unë do vi në studio, kështu që mund t'i flasësh vetë nëse ke ndonjë kërkesë. Ku je i gruaje? Ai, i vjen telefonu të prit se kam një problem s'u ta hap tani. Edhe dikush e forta gjatë intervistës e pyetëm, a ke qenë i sinqert gjatë kësaj marrëdhënie dhe na tha po tani sapo e zbuluam që nuk ishte i sinqert. Një shok bardha. Për fakt, dua të di me sa goca ja aty ti. Mos e vrit me se jam unë këtu edhe nuk le me nova si gjë. Rje qet. E kemi sistemuar, e kemi vënë tash në balancë fare, nuk e vëm dot se këtu janë 5 goca dhe një djalë, po e kemi një për të gjithë. Është e balancon mjaftueshëm. Zesi janë vetë çuna tjetër. Tani Roela Vedat, e kemi pyetjen për të dy. E keni menduar ju emrin e bebit apo jo? Po. Ashtu. Si vajzë si djalë kemi, qof djalë kam Pimoti, e them, qof vajzë kena edhe pak i kena 2 emra. Do na tregoni. Një nga emrat. Zbulimit të gjinisë. Shiko, a më duket mua të mushën sot me lot. O mushën pak se kur të shoh që shton të fol mirë për mua, për një vetën si Sultan Sulejmani këtu na. Edhe është e bukur ta kesh. E sheh se fjalët e mia shka fola Parzit, pa i thon hiç, pa kur gjon hiç, dalën dhe kjo është dashuria e sinqertë dhe e vërtetë. Se sa po më shkruaj ke Parzit ku je urgjent thash kam një problem. Kam një problem bret. Nëse jo tani. Nuk e prisja, ju gjithmonë më bëni surpriza mua. Bravo. Po mirë që kjo surpriza të bëhet akoma më e bukur dhe të ngelet mendoj në memorien tuaj për gjatë, po edhe patjetër për fëmijët tuaj. Nëse do mundesh të jepni tashmë tani një mesazh njëri tjetrit, cili do ishte? Mund ta nisim patjetër ose një premtim për këtë kapitull të ri. Një mesazh çfarë ju, një diçka që ju do doni të ta lini të dëgjoni për njëri tjetrin. Sikur po ju celebrojmë, jemi ne aty përpara edhe ju jepni premtimin e celebrimit tani. Shiko, në të mirën në të keqen. Mesazhin më të mirë që e kena dhënë unë edhe Roela me të vërtetë është nuk se dikush thot luftojna për dashurinë tonë se kemi një fëmijë ndërmjet. Jo, dashuria e sinqertë është kur për një mend njëri me tjetrin kuptohet dhe e pranon realitetin e tjetrit. Dhe me Roelën unë sa herë them krenar jam për kanë kam edhe kur e pa shtash sit më shën me lot se me të vërtetë është një person shumë i mirë dhe ma ka ndryshuar jetën time. Roela, ti do t'i thuash ndonjë gjë burrit apo të flasi vetëm burri? Ja, po, e di se sa ke ka flirun burin ta dini ju. Ne di, sot kemi zbuluar ai shumë gjëra. Një diçka të vogël që ka shumë domethënie. Siç e tha dhe Vedati, nuk është se për hir të fëmijëve ne, domethënë, do rrim bashkë apo jemi bashkë, por në të vërtetë dashuria na ka mbajtur deri këtu dhe dua thjesht të them diçka të vogël që gjatë gjithë jetës mua do më ketë më shumë si shoqe se sa e kupton si grua, se kështu dua të jem. Bravo. A mund ta mbyllim me një mesazh që do doje të jepje fëmijëve që ta dëgjonin kur të rritet? Se kam pyrë kafen e mëngjesit. Po ja t'japim pak kohë Roelës, Vedat do fillosh ti i pari?
Shiko, mesazh të fëmijëve për tani mujt me dhon çdo herë, po mesazhin fëmia e kupton dhe recepton kur je afër fëmijëve tu dhe t'ju jepësh edukat ta respektojë dikant që jam më i madh, se çdo herë thojnë fëmijës japja mesazhin sa të dush, por nëse nuk ja ep dashurinë fëmis tan, asgjë në jetë nuk i ke dhënë. Nëse nuk ja jep mbështetjen tonë fëmis tan, asgjë nuk i ke dhënë. Dhe Roela aq shumë kujdeset për prej tani, që thash edhe te vajza e parë, edhe te Dita, edhe qoftë e treta apo te djali, është të jesh pranë fëmijëve tu 24/7 për çdo nevojë. Bravo, mesazhi është fëmijët janë familjarë. Prezenca është. Roela, mendon që foli mjaftueshëm vedati apo ke edhe ti një mesazh tjetër? Ja sikur unë që erdha këtu na i lash krejt rak tak edhe erdha këtu. Nuk ka dashuri kjo, sipas juve. Dashuria është vërtet. Me më trazupin gjashtë sava, hajtë se e pagun ti. Okej. Ta them unë tani. Jepi. Okej. Do thoja mesazhi për fëmijët është që jeta deri tani më ka mësuar se sa shumë sakrifica ka, por e vetmja gjë që do me thënë në jetë, sepse dua të flas për mesazhin kur t'jenë më të rritur, është që dua të kenë një zemër të pastër dhe të sinqert. Edhe unë si ne do mundohem që ta krijoj fëmijën dhe ta edukoj kështu. Me Ajsa na ka folur vedati sot. Ne kemi kuptuar që ti po bën një punë shumë të mirë me rritjen dhe edukimin e fëmijëve, kështu që besojmë vërtet që ti do japësh më të mirën tënde dhe ata fëmijë do jenë perfekt. Do japin më të mirë. Do jenë perfekt, por do mundohem. Mbyllje më të bukur s'kishim pas ndonjëherë. Ja vërtet, Roela, shumë faleminderit që qëndrove me ne dhe na zbulove pak nga Shtatzania edhe dhate këto mesazhe të bukura të dashurisë që një çift si ju mund të japi. Ne do vazhdojmë edhe për pak me Vedatin, po ju vazhdoni që ndroni me ne. Nuk kemi mbaruar akoma, kështu që na dëgjoni se biseda vazhdon. Okej, ciao. Ciao. Përqafojmë.